Vetëm vjen ulet edhe vazhdon vetën, a kupton? Ndërkohë si i priti këshilla tua, Alba, pyetja për Hygertën. Sepse e pam një pjesë në klip ku reagove. Jo, kam folur gjatë me Albën edhe me thënë drejtën ja kam thënë në sy çfarë mendoj. Kam patur pak të vështirë ta përcaktoj Albën. Në fillim u duk sikur kishte ardhur me manual, edhe ja kam thënë madje, që hajtë të bëjmë debate, hajtë të bëjmë lojra, hajtë të bëjmë këtë, hajtë të bëjmë atë, për të kërkuar vëmendje. Mëra poshtë kur filluam të bisedonim njerë në dhomën e lavanderis, ku filloj të tregonte disa projekte që ka për ta ngritur Shqipërinë në nivel me atë Mbretërinë e Bashkuar edhe të barazojnë lekun me poundin, tash shqiptari duhet të jetë delirante. Por pasi ndodhi ajo, dhe pasi u kthye, dhe pasi kemi vizituar, dhe pasi e kemi parë, unë mendoj që Alba është një vajzë shumë e dashur, shumë e mirë, shumë pozitive, bëhet copa për ty, realisht të falë shumë dashuri, por për mua Alba është një fëmijë në trupin e një të rriture. Unë kështu e mendoj. Edhe kjo dhe i gëzon, luan, flet, qesh, ti si them përgjigje, nuk intereson fare, vazhdon të flasit, të këndoj, luan me jastëkët, si një fëmijë 5 vjeç, që nuk intereson fare se çfarë bëhet rreth e rrotun, mjafton të kënaqet vetë. Hygerta, unë ty ta kam thënë shumë mirë, që në rast se ne të dyja kemi bot kuptime të ndryshme për një temë të caktuar, kjo nuk do të thotë që patjetër më bën mua delirante. Do shta delirante mund t'jesh ti, po unë nuk merrem me këtë pjesë. Unë nuk sepse nuk më intereson ajo gjë. Në nivelin e Mbretërisë Bashkuar o zemër, se e di sa e kam hapin edhe për ekonomi, po edhe unë e di se sa e kam hapin në informacion në lidhje me ekonominë, në lidhje me biznesin, në lidhje me politikën edhe gjërat të tjera. Unë nuk po të fyë, unë ta kam thënë në sy. Nuk i kam thënë mrapa krave. Paktën unë të di me kushtojini. Edhe të gjithë jemi të rritur, mjaftuar. Okej, do po them një mendim.